Reali është tonë këtë ndeshje sot po e shoh si ndeshje më e rëndësishme e futbollit kosovar edhe shqiptar në përgjithësi, me këtë komunikime që kemi na bërë dhe me këtë analiza që kemi dëgjuar edhe për meqet tonë turq, po edhe në përgjithësi për aty në futboll dashësve, mendoj se Kosova është një, që shqequrja ata një güzel rakip ose një ekip kundërshtar shumë i mirë, edhe po besoj që kena me shënu një rezultat mirë. Nuk është ekip i lehtë me kalu Kosova, edhe po besoj, jo është qefi jonë, po edhe realisht për asaj lojëve që kemi pa deri tash, Kosova është ekip që mundet me kalu edhe me shkru histori. Se të futbollistë për friksuar më shumë prej palës kundërshtare? Prej palës kundërshtare nuk besoj që ka ndonjë futbollist që ja vlen me u friksu për saj, përveç ndoshta magjisë futbollit që e tregon Arda Güleri, përveç Arda Güleri nuk e besoj që ka ndonjë lojtar tjetër që nuk kish mujt me u kontrollu. Se mendon që ka me qenë rezultati edhe kush mendon që ka me shënu? Rezultati më i mirë i mundshëm për Kosovën kish me qenë 2-1, edhe po besoj me një gol me kokë ose prej penaltisë për Vedat Muriqit.